Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me një lajm tepër emocional. Të marrësh dashurinë e publikut në format më të bukura, të marrësh dashurinë e publikut të pakusht, të marrësh dashurinë e publikut nga shpirti edhe me lutje tek Zoti, kjo është dhurata më e bukur që mund të kesh në jetë. Do ndaloj të flas pikërisht për Gjestin, fansat e Gjestit, miqtë të Gjestit, njerëzit e afërt të tij, sepse fansat shndrohen edhe në familjen tonë. Janë mbështetja dhe vazhdojnë të jenë mbështetja më e madhe edhe në lutjet e tyre, qoftë në lutjet të besimit musliman, qoftë në lutjet besimit katolik apo atij ortodoks. Së fundmi, një fans i Gjestit, i cili ndodhet aktualisht në Mekë, domethënë, ndodhet në Qabe, ka përzgjedhur që të bëj një dhuratë të bukur për familjen Kelmendi. Juve domethënë shikoni një fotografi që unë e kam postuar në videon time, i cili thot, përshëndetje, thot, ndodhem në Mekë. Jam një fans i thjesht, e bëra këtë dua për familjen e Gjestit. Ju a dërgova fansave të tij, ju falenderoj, jam lutur shumë për Gjestin dhe familjen e tij. Ju falenderoj, thot, për mirë kuptimin. Unë këtij zotërie dua t'i them që Zoti të ruajt edhe të lumt për veprën që ke bërë. Të lutesh me shpirt të pastër dhe me zemër të pastër për dikë që ti e do shumë, që e ke në zemër, që e respekton, që e nderon, që do me thënë ti mundohesh që atë ta vësh në nivelet më të larta të shoqërisë, kjo është dhurata më e madhe që ne mund të marrim në jetë. Kjo është gjë më e bukur që ne mund të marrim në jetë. Do me thënë nuk i duhen Gjestit klikimet, nuk i duhen Gjestit lajkat, me dashurinë e sinqert edhe të vërtet që ju i jepni. Me dashurinë e pakusht që ju i jepni. Dhe pikërisht, ky mesazh dhe kjo lutje për familjen Kelmendi e bërë nga shpirti jot, është një dhuratë shumë e bukur që unë jam shumë i bindur që dhe Gjesti, sepse me patjetër që i ka rënë në sy e ka parë, është i lumtur për këtë gjë që po ndodhen me të. Do me thënë, Gjesti, edhe nga historia e Gjestit ne mësuam që ishte ai djali që xhelozia njerëzit edhe inati dhe mlefi i ka mbytur dhe nuk ja pranonin sukseset, nuk ja pranonin arritjet, nuk ja pranonin talentin, mundoheshin që të mos e pranojnë nëpër studio, etj etj, do me thënë, mundoheshin që atë që Zoti ja kishte dhënë, talentin e tij, këto t'ja mbyllin brenda vetes dhe të mos t'ja vlerësojnë. Por në anën tjetër, do me thënë, kemi Zotin i cili nuk të lejon që gjën që ta ka dhënë ai, gjën që ai ta ka falë ty në shpirt, të mos ta tregosh për të tjerët. Ai e ndihmoi Gjestin, Gjesti hyri në Big Brother, e zgjodhi vërtetësinë e tij nga A-ja tek Z-ja ashtu siç ishte, ashtu siç është, edhe bëri të pamundurën që publiku ta kuptoj vërtetësinë e tij dhe publiku shqiptar unë kam treguar gjithmonë që është publiku më inteligjent. Nëse flasim për reality show, publiku shqiptar ka ditë t'i vlerëson ashtu siç është dhe është hera e tretë që publiku vendos fituesin. Publiku e vendos vetë dhe nuk ka shansa ta vej produksioni sepse agresioni shndrohet shumë i madh. Dhe në këtë pikë Gjesti e meriton të këtë lutje, lutje të këtilla bëjmë dhe ne, fansat e presin me padurim që ai të kthehet, fansat e presin me padurim që ai të jetë në mesin e tyre, të këndon, të argëtohet, të feston, të kënaqet dhe të gjitha të artin e tij ta çon drejt qiellit për atë ëngjëll që sot nuk është më në mesin tonë. Gjestin do ta kujtojmë gjithmonë, për Gjestin do të flasim gjithmonë dhe për Gjestin do i themi gjithmonë fjalët më të bukura.